Kemi mundësi 2 minutë që juaj, zoti Ramadani, cilat janë prioritetet tuaja në rrafshin e drejtësisë? Unë po besoj që ne gjithë do duhet të fokusoheshim në një element që pastaj e vendosë si ombrell. Ajo është barazia para ligjit e cila fillon me ata që e kanë pushtetin. Dhe na nisa ne dim që në Kosovë një njeri ekziston, i cili shëtitet lirshëm, uston lirshëm dhe vepron lirshëm, e cili nuk i përgjigjet prokurorisë, dhe ajo është zoti Albin Kurti. Pra, kryeministri i Kosovës. I vetmi i cili në mënyrë publike ka dalë dhe ka thonë, unë nuk vi që gozën e ju, hajde, është vetëm ai. Unë nuk di për në rast tjetër i cili shëtitet lirshëm dhe vepron lirshëm. Ose e kryen punën për çka paguhet prej popullit të Kosovës për me kryer çat punë. Pra, dhe këtu është një ombrell e tonë e cila pastaj e kallëzon se çfarë gjendje është kthy situata me integritetin e dignitetin e sistemit drejtësisë, tu përfshi këtu sidomos prokurorin, por po edhe gjykatat, është jashtëzakonisht me rëndësi me pa që Kosova e ka të domosdoshme, edhe me fuqizu këtë pjesën e verifikimit sigurisë, e cila fatkeqësisht